shqyqo dhe pra në vazhdën e gjetjes në vendodhje të pistave të armatimit e i gjithë arsenal luftarak të cilët mund të posedojnë vetëm njësi speciale elite ose ushtri, në vazhdën e tyre që nga Bajnska deri më sot kemi pasur shumë raste dhe rasti i fundit është në vazhdimsi të rasteve tjera dhe unë konsideroj që ky nuk do të jetë rasti i fundit sepse po vrehet që shteti serb së bashku me strukturat kriminale e terroriste kanë planifikuar në një kohë të gjatë vendodhjen me strategji të armatimeve në rast të një konflikti ose tendence për shkputje të drejtë Kosovës. Dhe rasti i fundit ku pra kemi të bëjmë me gjetjen e një sasie të armatimit të një prune të një politikanit të ashtu quajtur të moderuar i cili për mendimin tim e luante rolin e moderuar ndërsa ishte repetitori i radhëqësit dhe ai me instruksionet e tij dhe të fuqisit ka vepruar në verinë e Kosovës dhe me vetë faktin që ai para disa dite kishte trumbetuar se është e nevojshme kincë për rujtjen e qytetarëve lokal serb dhe do të formoheshin rujt e lagjeve dhe kjo kur ndërlidhet së bashku me atar armatim që është gjetur në prunën e tij, kjo tregon se ai kishte të njëjtën plan sikurse radhëqësi dhe radhëqësit e tjerë dhe kjo përbën një rrezik për vetë qytetarët e komunitetit serb dhe për sigurinë e vendit. Ai duhet lënë pra edhe hapësi, pra se vetëm vetë Arsinjević për hir korrekcisë pra ka bënë një deklarim, ka thënë se ja kanë montuar. Pra e ka shfaqsuar veten paçkas se është në arrati dhe po t'jetë këti pastër, pra le të vijë le të gjykohet. Kjo është normale, mirë, po a duhet i presim pra edhe epilogët në fund që mos dalin në konstatimet fillestare. Asnjë qytetar, asnjë person dhe individ nuk konsiderohet i fajshëm derisa të mos i shqitohet masa dënimin nga ana e gjykatës. Pavarësisht deklaratave të tij se ju kanë montuar, është prokuroria dhe gjykata, ai duhet vi të paraqes provat e tij, faktet para prokurorisë dhe gjykatës dhe provat dhe faktet të cilat janë mbledhur nga ana e prokurorisë do të ballafaqohet në gjykatë, ai mund të ketë një avokat, mund të ketë provat dhe alibit mjaftueshme që kinca ato orën nuk janë të tij, mirë po me vetë faktin që ato janë gjetur në prunën e tina dhe ka metoda të mjaftueshme për identifikim të gjurmët që kanë mbetur, aty dihet se ato arme, cilat lloj të arme janë dhe se sa ku janë të vendosur ato armë dhe unë në aspektin analitik mendoj se ato arme janë të tij ose ai ka pasur një njohuri të mjaftueshme se ekzistojnë ato armë, mirë po sidoqoftë ne mund të japim analiza dhe opinione, mirë po ai për ta shfaqsuar veten duhet të vinë në gjykatë dhe të tregoj para drejtësisë se është i pafajshëm. Mirë po e them në analizat e mia dhe gjatë përcjelljes së politikës dhe veprimeve të Arsinjevićit, për mua ka qenë dhe është një politikan ekstremist i cili përpiqet të fshihet pas demokracisë, ndërsa veprimet i ka jashtëzakonisht të rrezikshme. Të qëndrosh për pak çaste në linjë do ta kthej fjalën sërish, mirë po do shtoj si çështje një gjë që përmendë